Shqipëria u prezantua para botës si vendi që po hynte me vrull në të ardhmen. Ministre me inteligjencë artificiale, administratë digjitale, tender që do të pastroheshin nga korrupsioni fal algoritmeve dhe 10 asistent virtual që do të monitoronin parlamentin. Në anën tjetër të kësaj vitrine, studiuesi amerikan i sigurisë kibernetike dhe i teknikave OSINT, Patrick Quirk, thot se gjeti një realitet krejt tjetër, një pjesë e infrastrukturës së kuvendit shqiptar i përgjigjej internetit pa kërkuar autentikim. Quirk nuk pretendon se theu një fjalë kalim, se vodhi kredenciale apo se përdori ndonjë mjet të sofistikuar për të depërtuar në një sistem të mbrojtur. Sipas tij, 6 endpointe të API të kuvendit pranonin kërkesa të zakonshme, pa API key, pa Bearer token dhe pa season cookie. Në gjuhë të thjeshtë, sistemi nuk i kërkonte përdoruesit të provonte se kishte të drejtë të hynte. Pikërisht aty qëndron thelbi i historisë. Më 15 dhe 16 prill 2026, studiuesi Patrick Quirk thot se shkarkoi nga infrastruktura Microsoft Azure e lidhur me kuvendin 52.942 skedar me një volum prej rreth 32 GB. Mes tyre, sipas dokumentimit të këtij, kishte PDF, fotografi, dokumente Word, tabela Excel, projekt ligje, transkripte parlamentare, raporte komisionesh, tabela buxhetore dhe listë pagesa që shkonin deri në vitin 2018. Koha kur ndodhi kjo është pjesa më e rëndë e historisë. Vetëm pak javë më parë, më 10 mars 2026, kuvendi ishte goditur nga një sulm serioz kibernetik. AKSK e lidhi aktivitetin me Homeland Justice, grup që autoritetet shqiptare e kanë lidhur me Iranin, ndërsa raportimet mbi analizën teknike flisnin për fshirje të makinave virtuale, kompromentim të të dhënave dhe eksfiltrim informacioni. Pas një goditje të tillë do të pritej që infrastruktura e kuvendit të kontrollohej në themel, sidomos pjesët e ekspozuara në internet dhe shërbimet cloud. Pikërisht këtu kronologjia e Quirk merr peshë tjetër. Hetimi i tij kishte nisur më herët, më 25 shkurt 2026, kur po shqyrtonte diellën. Sistemin që qeveria shqiptare e kishte kthyer në simbol të ambicjes së saj për inteligjencën artificiale. Qëllimi fillestar sipas tij ishte të kuptonte çfarë fshihej pas front-endit të diellës. Nëse kishte back-end publik, adresa API, çelësa të ekspozuar apo element që mund të tregonin arkitekturën reale të sistemit. Në atë fazë, Quirk thot se infrastruktura e akshit që arriti të identifikonte ishte përgjithsisht e mbyllur dhe nuk përgjigjej publikisht. Ai kontrolloi 9 domene dhe një numër domenesh qeveritare ku gjeti firewall-e, përgjigje 403 ose shërbime që nuk jepnin akses nga jashtë. Situata ndryshoi kur kaloi te kuvendi. Duke analizuar paketën JavaScript të faqes parlament.al, Quirk thot se gjeti në kod adresën bazë të një API OData të hostuar në Microsoft Azure. Brenda saj shfaqeshin 7 kategori: antarët, strukturat, aktet, lajmet, mbledhjet, dokumentet dhe abonimet. Nga 7 endpointet, 6 i përgjigjen kërkesave JET pa autentikim. Vetëm endpointi i abonimeve kthente kodin 401, pra kërkonte hyrje të autorizuar. Për studiuesin amerikan, kjo ishte një shenjë e qartë se mekanizmi për të kërkuar autentikim ekzistonte teknikisht, vetëm se nuk ishte zbatuar në pjesën tjetër të shërbimit. Për publikun që nuk merret me informatik, shpjegimi është shumë më i thjeshtë se sa terminologjia teknike. Një sistem mund të kërkojë një çelës digjital përpara se të japë informacion. Në rastin që përshkruan Patrick Quirk, 6 nga dyert që provoi nuk i kërkuan këtë çelës, ndërsa 7 po. Pra sipas tij mundësia për ta vendosur mbrojtjen ekzistonte, por nuk ishte aplikuar njësoj. Një nga endpointet më të rëndësishme ishte ai i dokumenteve. Quirk thotë se mori prej tij rreth 30 MB që përmbanin katalogun e dokumenteve të ruajtura në Azure Blob Storage. Çdo regjistrim kishte një URL direkte shkarkimi dhe në total ai numëroi 54.545 lidhje. Sipas tij, listimi i drejt për drejt i kontejnerit në Azure ishte çaktivizuar, por kjo humbiste shumë nga vlerat e saj si mas sigurie, sepse vet API po publikonte adresat individuale të skedarëve. Në katalog, Quirk thotë se kishte 32.627 PDF, afro 20.000 fotografi, 885 dokumente Word dhe 509 tabela Excel. Do të fundit sipas tij përfshinin listë pagesa mujore për deputetët, ndarje të përfitimeve, regjistër lobistësh, regjistër organizatash të shoqërisë civile, kërkesa dhe përgjigje për informacion, si edhe tabela të buxhetit të shtetit. Pas zbulimit të parë, Quirk thotë se dokumentoi gjetjet, publikoi shkrimin e tij dhe vazhdoi më tej. Në 15 prill u kthye për të kontrolluar edhe një herë endpointet. Këtu historia merr dimensionin që e bën veçanërisht të sikletshme për institucionet shqiptare. Sipas tij, asnjëri prej 6 endpointeve nuk ishte siguruar. API vazhdonte të përdorte dhe të merrte të dhëna të reja. Katalogu i dokumenteve ishte rritur nga 54.000
13545 në 57287 regjistrime në vetëm 7 javë. Në ato moment, White Hackeri Quirk vendosi të shkarkonte gjithçka që mundej. Ai thotë se përdori një program paralel shkarkimi me 32 procese dhe pas një kalimi të dytë për URL problematike, arriti të merrte 52942 skedar. Norma e rikuperimit sipas tij ishte 94.7% e katalogut. Pjesa tjetër nuk dështoi për shkak të ndonjë mekanizmi mbrojtës, por sepse skedarët nuk ekzistonin më në ato adresa. Sasia e të dhënave është vetëm një pjesë e problemit. Quirk thotë se mes materialeve kishte 18 GB PDF, 9 GB fotografi, listë pagesa nga gushti 2018, transkripte parlamentare, projekt ligje, raporte komisionesh, tabela shpenzimesh buxhetore dhe marrëveshje ndërkombëtare. Sipas përshkrimit të tij, materiali mbulonte dokumentacionin parlamentar nga viti 2013 deri në prill 2026. Edhe listë pagesat I kushtoi një analizë të veçantë. Quirk thotë se gjeti 116 skedar pagash nga gushti 2018 deri në janar 2026 dhe I bashkoi në një dataset me 11030 regjistrime për 398 deputet. Ai nxori prej tyre paga bruto, struktura shpërblimesh dhe diferenca mes pagës bruto dhe asaj neto për fshir raste me mbajtje të ndjeshme. Gjatë kërkimit të mëtejshëm, Quirk thotë se zbuloi edhe bisedimet në parlament.al, një platformë tjetër e parlamentit. Sipas tij aty funksiononte një API e ndërtuar me Node.js që ekspozonte të dhëna teknike për serverin, për fshir pathin e aplikacionit, përdorimin e memorjes dhe uptime-in. Në të kishte 20 transkripte parlamentare të përpunuara me OCR nga vitet 2022-2024 dhe një motor kërkimi full text. Dokumentet sipas tij mund të shkarkoheshin pa autentikim, ndërsa skema përmbante fusha për embeddings dhe kërkime vektor, megjithëse statusi I tyre ishte pending. Kjo pjesë lidhet drejt për drejt me retorikën qeveritare për përdorimin e inteligjencës artificiale në parlament. Quirk e përdor pikërisht të kontrast për të goditur narrativën zyrtare, ndërsa publiku t'i flitej për 10 asistente AI. Ai thotë se sistemi që gjeti në praktik ishte një motor kërkimi mbi një numër të kufizuar dokumentesh me pjesën e inteligjencës artificiale ende të papërfunduar. Hetimi I tij kthehet më pas te diella. Këtu Quirk bën një nga pretendimet më të forta të të gjithë shkrimit. Ai thotë se rishkarkoi frontendin e diellës, analizoi çdo URL, çdo referencë konfigurimi dhe çdo string, por nuk gjeti endpointet e API, adresa backendi ose referenca për OpenAI, Azure Cognitive Services apo shërbime të tjera AIML në vetë paketën JavaScript. Për të ajo që ishte publikisht e dukshme ishte një aplikacion Vue.js që përmbante ndërfaqen dhe jo logjikën e sistemit. Rasti merr edhe më shumë pesh kur vendoset përballë historisë së sigurisë kibernetike në Shqipëri. Vetë Quirk kujton rrjedhjet masive të dhënave të qytetarëve në vitin 2021, publikimin e të dhënave të pagave dhe sulmin iranian ndaj Akshit në vitin 2022. Në këtë kontekst, ekspozimi që ai pretendon se gjeti te kuvendi nuk shihet si një problem I zakonshëm konfigurimi, por si pjesë e një dobësie më të gjerë në administrimin e infrastrukturës publike digjitale. Pikërisht këtu duhet kërkuar përgjegjësia e shtetit shqiptar. Pas sulmit të 10 marsit, AKSK kishte arsye të mjaftueshme për të ngritur nivelin maksimal të kontrollit ndaj çdo pjese të infrastrukturës së kuvendit që ishte aksesueshme nga jashtë. Nëse Quirk kishte gjetur më 25 gusht, 6 endpointe pa autentikim dhe I gjeti përsëri në të njëjtën gjendje më 15 prill, pyetja nuk mund të mbyllet me shpjegimin se bëhej fjalë për një konfigurim teknik të parëndësishëm. Duhet sqaruar nëse këto endpointe hyn në kontrollin e kryer pas sulmit iranian, cili institucion e administronte, kush kishte përgjegjësinë për konfigurimin e Azurit dhe kur u ndryshuan rregullat e aksesit. Duhet sqaruar gjithashtu nëse ekzistojnë loge që tregojnë sa përdorues të tjerë kanë shkarkuar dokumente gjatë viteve kur këto adresa sipas Quirk ishin të aksesueshme pa autentikim. Hetimi amerikanit provon vetëm atë që ai thotë se ka bërë vet, nuk jep përgjigje se sa të tjerë mund ta kenë zbuluar të njëjtën rrugë. Edhe një dallim tjetër është I domosdoshëm. Nuk ka provë se Quirk përdori të njëjtën dobësi që shfrytzuan sulmuesit iranian më 10 mars. Raportimet mbi hetimin e AKSK-s flasin për hyrje përmes kredencialeve dhe lëvizje në rrjetin e brendshëm, ndërsa Quirk përshkruan një API dhe skedar cloud të aksesueshëm nga interneti. Pikërisht kjo e rëndon më shumë pyetjen për auditimin pas sulmit. Nëse bëhej fjalë për dy probleme të ndryshme, atëherë sa I plot ishte kontrolli që u bë infrastrukturës pasi kuvendi u godit? Qeveria shqiptare mund të vazhdojë të flasë për inteligjencë artificiale. Ministra virtual dhe administratës së ardhmes, Patrick Quirk, ka vendosur përballë kësaj propagande një pyetje shumë primitive. Ai kishte shteti të mbyllura edhe të kontrolluara hyrjet bazë të sistemeve të veta. Përgjigja nuk mund të jepet me konferenca për shtyp, duhet jepet me loget e Azure, me raportet e plota të auditimit, me emrin e administratorit të sistemit, me datën kur u mbyllën endpointet dhe me shpjegimin se çfarë kontrolloi realisht AKSK pas sulmit të 10 marsit. Nëse dokumentimi I Patrick Quirk është I saktë, Shqipëria kishte arritur të prodhonte një kontrast që as kundërshtarët më të ashpër të propagandës së qeverisë vështirë se do ta kishin shpikur më mirë. Shteti që reklamonte ministren e parë me inteligjencë artificiale në botë, ndërkohë që një studiues amerikan thotë se mund të merrte 10 GB dokumente nga infrastruktura e parlamentit pa ju kërkuar
asnjë kredencial. Në fund të shkrimit të tij, Quirk përmbledh edhe metodologjinë. Ai deklaron se të gjitha të dhënat u morën nga endpointet publikisht të aksesueshme dhe nga URL të Azure Blob Storage, se nuk anashkaloi autentikim, nuk përdori kredenciale, nuk ka përceu kontrolle aksesi dhe nuk shfrytëzoi ndonjë cënueshmëri për të depërtuar në sistem. Faza e parë sipas tij u krye më 25 shkurt 2026, ndërsa shkarkimi i plot më 15 dhe 16 prill. Nëse institucionet shqiptare e kundërshtojnë këtë version, rruga për ta rrëzuar është e thjeshtë: të publikojnë provat teknike dhe kronologjinë e administrimit të sistemit. Deri atëherë mbetet një pyetje që nuk e zgjidh dot asnjë avatar, sado futurist të duket në ekran. Si mund të flasë një shtet për qeverisje me inteligjencë artificiale kur ende duhet të shpjegojë se si ruheshin dyert digjitale të vet parlamentit?